momente magjike në ditëlindjen e veçantë të djalit të Afërdita Dëmakut. Sot ka festë në familjen e këngëtares së njohur Afërdita Dëmaku. Djali i saj i vetëm po feston ditëlindjen, ka mbushur plot 25 vite jetë dhe kjo ngjarje e veçantë ka sjellë së bashku miq e familjar për të festuar këtë moment të rëndësishëm në jetën e tij. Festa është një mundësi për të shprehur dashurinë dhe mbështetjen e tyre, duke krijuar kujtime të paharrueshme. Këngëtarja ka ndarë me ndjekësit e saj disa pamje nga festimi, ku duket të rrethuar nga familjarët e saj të dashur. Në foto përveç djalit të saj, shihen edhe të afërmit, të tjerë që festojnë së bashku, duke krijuar një atmosferë të ngrohtë dhe festive. Në festë kishte shumë argëtim, muzikë dhe lojra që e bën këtë ditë akoma më të veçantë. Djali i Afërditës, i njohur për talentin e tij në muzikë, ka filluar të bëhet një emër i njohur në estradën shqiptare. Ai ka qenë i ftuar në disa ngjarje muzikore dhe ka marrë vlerësime të shumta për performancat e tij. Këngëtarja ka ndarë gjithashtu momente speciale me djalin e saj, duke e uruar për arritjet e tij dhe duke i shprehur krenarinë për të. Pavarësisht angazhimeve të saj si artiste, ajo gjithmonë e ka ndarë kohën për familjen, duke e mbajtur atë në qendër të jetës së saj. Për t'u informuar për lajmet më të reja, klikoni butonin subscribe.